Rikthehemi sërish transmetim të drejt për drejt, jemi dhe pak minuta në këtë temë që lidhet me një vendim që do marrë nesër gjykata, pra grupi i vogël i gjykatës kushtetuese për të parë më pas nëse çështja Balluku, e pezullimit Balluku do hy për të gjykuar nga trupa e plotë e gjykatës kushtetuese apo do të kthehet mbrapa. Nesër me ky vendim në qoftë se kalon për gjykim duhet parë se sa afatet 30 ditë pak. Rreth 30 ditë, paktën që nga të paktën apo është të paktën, sepse është koha procedurale që i duhet për dërgimin për mendim të gjithë palëve të përfshira. Atëherë, i bie që në datën 2 që është data nesër merret vendimi, deri në 2 janar nuk ka vendim. 1 janar se 31 ditë të dhjetori, por paka shumë deri në javën e parë të janarit duke pas parasysh edhe pushimet normalisht. Po. Atëherë kishte një pyetje për vendimin e pezullimit nuk merret nga kolegji që vendos nesër, po merret nga mbledhja e gjyqtarëve, e cila duhet mbledhur brenda 10 ditëve. Ajo është vërtet, domethënë ka pas raste të tjera që është bërë edhe të nesërmen, kështu që në lidhje me kërkesën për pezullimin e vendimit të pezullimit. Parat nga rëndësia. Pra që mund të pezullohet vendimi derisa të gjykohet çështja e domethënës. Ai është domethënës. Ai mund të jetë brenda 10 ditëve, por nuk e pengon që mund të jetë edhe pas nesër ose mund të jetë edhe brenda pak ditëve. Brenda dhe kësaj jave. Nëse gjithmonë kolegji e kalon është domethënës në kuptimin në koherencë. Pyetja është ne sot nuk kemi në kushtet normale ku një strukturë e posaçme ka mbi, zoti Muçi po më thoshte mbi 4000 subjekte në hetim ndoshta? Jo në hetim, subjekte të vepra në vetë. Pra, 2000 ca kishte në 2000 ca me sa u shpreh zoti Dumani në hetim. Në 4000 ca subjekte, 2000 ca në hetim. Paktën nuk e di kriminale apo jo ti ndaj tani. Po nuk kemi kohë normale. Nuk kemi në kushtet normale me prokurorit posaçme, gjykatë posaçme. Tani nëse gjykata posaçme, prokuroria posaçme investohet, na arreston legjislativ, ekzekutiv, na lën edhe opozitën, si bëhet kësaj pune në këtë dua të diun nga zoti Muçi pak të proceduralisht. Politikisht mund të ma thotë zoti Hoxha. Për mua kjo është zgjidhja më e mirëmundshme nëse arrin ta bëj, nëse këta personat që kanë kryer aktivitet kriminal, dhe arrin të jetojë, të zbulojë prova dhe të marrë masa, për mua do jetë, për mua për çdo qytetar shqiptar, kjo do arritje më e madhe. Patjetër. Po nuk kemi në kushtet, nuk kemi në kushtet që kanë provat ose mundësinë e fajsisë. Para shumë kohë është një prokurori do zvendësohet drejtuesi i prokurorisë, kishte shumë kohë atje dhe zvendës drejtuesi që do bësh drejtues, thoshte si do bëjmë ne pa ty o shefi, thoshte. Ai do bëhet drejtues për vete, kupton. E thoshte si do bëjmë ne pa ty o shefi apo ndë. Ai kishte erdhur emrin për vete. Tani ne skemi se nuk mbaruan qytetarë shqiptar të ndershëm dhe profesionistë. Në kushtet ku se kemi faktuar fajsimtas. Kushdo qoftë person zyrtar në Shqipëri që ka bërë vepër penale ose që dyshohet vepër penale, masat e sigurimit për atë punë janë. Po kur dyshohet? Nuk ka bërë vepër penale, vetëm kur shpreh gjykata vendim për mos shpreh. Vendimin e pezullimit e merr vetëm gjykata e posaçme apo çdo gjykatë? Çdo gjykatë tjetër. Pra çdo prokuror në Republikën e Shqipërisë, jo vetëm prokurorët e prokurorisë posaçme, strukturës posaçme. Çdo prokuror në Republikën e Shqipërisë mund të pezullojë një ministër? Jo ministër, sepse ministrat janë subjekte vetëm të spakut. Pra ministrat në funksion janë subjekte për një zyrtar vendor, një drejtor vendor, një funksionar vendor. Një drejtor e funksionar. Një mirë ka qenë gjithmonë. Gjykata Berati. Po kish normale pra. Po për ministrat tani vetëm si? Gjykata Berati pezullohet drejtorin e AMP. AMP-s Beratit, ajo historia. Po shumë tjetër. Po jo ministrat. Ministrat janë vetëm subjekti i gjykatës posaçme. Po janë subjekte të gjykatës posaçme. Duke vazhduar diskutimin e kolegut, ajo se është pyetja thelbësore që ngrem ne këtu tani. A duhet ministri të gëzojë imunitetin e plot deputetit përfshirë atë procedural që ka të bëjë me pezullimin e ekzekutimit të pezullimin e ushtrimit të funksionit publik? Dhe unë them që këtu dalim te parimet bazë pas ndërtimit shtetit demokratik, parimin check and balance, që zoti kryeminist thotë cënohet, por nuk e thot shprehimisht se si dhe ku cënohet konkretisht. Pra, cila pjesë e kushtetutës është mbrohet ky parim check and balance dhe cënon ky vendim i gjykatës, sepse duhet shprehim konkretisht, atë që tha zoti Hoxha. Pra, duhet artikulimi për cënime të parimeve të rëndësishme kushtetuese, ndërtimi shtetit demokratik, duhet të jenë mbështetur të artikulohen në gërmën dhe në nenin konkret kushtetutës, e cila nuk është, sepse ky është parimi check and balance. Pushteti gjyqësor balancon pushtetin ekzekutiv nëpërmjet hetimit penal, se s'ka pushteti gjyqësor çfarë balancimi tjetër mund t'i bëjë pushteti ekzekutiv. Përveç rastit kur një antar i tij kryen vepër penale dhe merr masa sigurimi, ose e dënon, ose arreston. Po ky është parimi check and balance. Sa veta hetojnë.
Se qofë se kam bërkrime shumë mirë. Të gjitha dhe që janë bërduetojnë është dhe tyre. Jo, priti se unë, se duket sigur jetojnë 4.000 politikanë. Jo, janë politikanë, jo, nuk tha jetojnë. Po edhe sigur të jetojnë shumë. Po ajo është... Po jo më patjetër, po pjesa dërmuese janë pjesë bandave kriminale. Problemi sistemit është, a kemi një gjykat GKK të pavarur nga SPAKU? A kemi një gjykat kushtetuese? Nuk i druhet presionit të SPAKut. Siç nuk duhet i druhet presionit të kryeministrit. A kemi në një sistem të menaxhimit? Ama kryeministri kësaj ere është publikisht i është vënë përballë. Mimi është ankimtar, dakord. Është ankimtar, është dhe palë. Po është palë në proces. Si thash, unë prisha të tjera emra provelies dhe të tjerë kundër, më dole komplet ndryshe. Në linjë, më dole në linjë politike. Pra, problemet e sistemit nuk janë çfarë po bën, por puna çka garanci shjep që të bëj drejtësi. Dhe këto nuk i ka. Dhe ndaj duhet të ripari i gjithi. Por kjo është tem tjetër. Tani çfarë më ka rëndësishme? Ndryshe, pra SPAKU ndryshe në raport me Belindën krahasuar me të tjerët. Kryeministri ndryshe në raport me Belindën krahasuar me të tjerët, por edhe shpërfaqja mediatike e majorancës. Po. Më duket ndryshe. Ke Velie, gjithu hodhën në sulm të për ta mbrojtur Velie. Kurse tek ata që unë i shoh si të lidhur me majorancën në mjedisin e media, si i shoh të ndarë në dy kampe. Kjo duket një shkruaj interesante. Si nuk ishin të ndarë në dy kampe ke Velie, të majoranca po thua. Po ba. Ato do të rokitën parlament kur foli zonja. Edhe ishte një ditë mas. Jo. Po kështu ka qenë? Njerëz që shkruajnë në media, a ka dyshime dhe që janë të majorancës. Velia e bën copash po nesër. Ajo është personale po. Funder janë dhe personale. Po pra janë personale. Bala, a ka dyshime ke majoranca që SPAKU ka dhe mbështetje ekstra të rasti Balluku? Jo nga kryeministri dhe nga brenda. Ka sinjale, nuk është se s'ka sinjale. Fakti që ka ardhur, po treguesi para që Fleming, kur erdhi takoi prokurorin e çështjes, zotin Prençi. Ai ishte treguesi i parë. Që nuk e kishte as në agjend. Se kishte, po se do takonte zotin Prençi dhe këtë zotin mos gaboj prokurorin Klodian Brau, Klodian Brau, se s'po m'vinte. Po. Ta të dy. Takoi edhe ministrin e Brendshme, por besoj një agjend tjetër. Fakti që e kanë bërë që takuan në zotin Dritan Prençi, besoj është i pjesë e të paktën simbolik. Simbolike i mbështetje nga faktori ndërkombëtar. Ndoshta Rama për këtë fakt ndihet edhe i kërcënuar në aspektin e pozitave ku është. Jo, është drejtë se Rama shef që dhe Rama nuk është se po mbron Ballukun sipas gjykimit. Tamam, nuk është investuar totalisht te Balluku se tham, po të ishte te Balluku do ishte investuar edhe tjetër. Rama po mbron pozita vetë dhe do të kuptoj. Është si loj shau, do të kuptoj apo sulmohem unë apo nuk jam mund targeti. Pa thënë emrin e puqistit se po ta thot. Mendon që ka mbështetje, mendon që ka shtys tjetër mbështetje tjetër SPAKU në këtë tim? Teodon, dy janë shpjegimet pse SPAKU arriti në nivelin e sulmit tek Balluku, nivel i lartë dhe një person me pushtet shumë real. Zëvëndës kryeministrët e pararendës të saj nuk kam pas të pushtet që ka Balluku. Por, unë kam vënë re edhe kontrastin. Niveli akuzës është, si tu është stanon me nivelin e personit. Një dhe shpjegim shumë të thjeshtë, ndjesku, për Mbaroni. Po. Mbaroni në fatet. Ta ishtë drejqit a edhe kjo s'më pëlqen. Me qenë se s'ka do ka afati, unë turën vrap për me ngrit një akuzë. Qo se kjo akuzë është i s'ka do në fati, mos vrapo për të. Gjë një akuzë më dinjitoze që është në fatë. Se sa e ngrejt e gjë që ta mërtheu ta mërtheu si aji akrepi atë mizën atje dhe ta shqyë dhe pas taj kismet. Tani, dy pyetje dhe fund. Një shpjegim fare thjesht, ka të kjo, ka të një shpjegim thjesht. Gjithë kjo çështje, di pse u ngrit çështje penale për zonjën Balluku? Sepse telefonat e një nga zyrtarët e arrestuar para disa vitesh, dolën rezultuan mesazhe. Banesa dhe u gjetën 4 telefona te zoti Berberi. U gjetën 4 telefona dhe u ekspertuan. Dhe këto telefona nxorrën, nëse ato telefona do ishte marrë. Do të prokurori çështjen kur dalin fakte të tilla. Çfarë do bëj prokurori? Sa t'i japim Cezarit çmeriton dhe këto konspiracionet kush është prapa, kush pas jo, ai prapa ka murin, e sigurt. I kanë dorë thua ti prokurorit në një farë mënyrë. Kush është prapa te muri thash, ai muri nga mbrapa, kuptim? Po të ngelet.
proba të një ngjerë. Avokat, Tani, ky është një opcion që si që kjo ka drejtë se në qofë se faktet janë dhe ngjerën ti. Nuk i përjashtoj gjitha këto. Edhe një herë. Nuk i përjashtoj këto. Avokat dhe një herë. Nuk është se këto fakte nuk qëndrojnë. Me këto fakte mund të interpretojmë dhe këtë. Si që tjetra u kap rastësisht në përgjime që merë të arka peshk, edhe kjo tjetra u kap rastësisht në përgjime për tendera. Mirë? Mund tjetë dhe i rastësishëm. Por ka argumenta për që thonë edhe që ka një lloj dinamizm të ri të spakut me ndryshimin e pushtetit në Amerikë, që gradualisht po fillon... Po, këtë hipotezë do e hedhër, se që nuk e kemi. To dy hipoteza kemi. Në qofë se...